Mos i hidhni lëvoret e portokallit, ja për çfarë mund t'i përdorni. Aroma e freskët dhe vajrat esencial të portokallit e bëjnë në lëvoren e saj pastrues natyral dhe freskues edhe të shkëlqyer të ajrit. Ju mund të përdorni lëvoret e portokallit për një sër gjërash në shtëpi. Rifreskoni frigoriferin. Hidhni krip në lëvoren e portokallit dhe më pas e vendosni në frigorifer. Kripa do të thithë lagështin nga ajri dhe ndërsa frigoriferi nuk do të ketë më erë të keqe. Pastron sipërfaqet prej druri. Lëvorja e portokallit jo vetëm që do të kthejë shkëlqimin e sipërfaqeve për druri, por do të bëjë gjithashtu edhe të kenë aromën e agrumeve. Gjithashtu lubrifikon çelikun e inoksit. Lëvorja e portokallit është një agent i shkëlqyer lustrues veçanërisht për çelik inoksin. Falë vaj natyral që përmban, lëvorja e portokallit largon lehtësisht njollat e ujit. Rifreskon dollapin, mund të bëjë gjithashtu edhe aromë më të mirë në shtëpinë tuaj nëse hidhni në sobën e zjarrit.